Hadi para. Pari përshëndes edhe televizionin Uskana dhe i përshëndes të gjithë dashamirët e sportit që janë të buar në këtë stadium. Dhe me brorikje të madhe na kam përkrahur, veç vakëthyem shpinën mundem të them. Edhe pse rezultati është i barabartë, nuk mund të thuhet se nuk keni patur lojë. Loja edhe ishte edhe s'ishte, po i patëm në disa raste, nuk i shfrytzuam. Ajo do thotë normalisht kundërshtari të dënon. Nga ekipi i Fenerbahçes për shtypjet tuaja, ju lutem. Jellët që Abdulkader Çadarovski jam unë kapiteni Fenerbahçes. Luaj si luaj, ju falenderoj këtë publikët që erdhën shumë mirë, na pritën. Ishte me vërtet një atmosferë ishte për qef që secili këtë luajse në që luajnë kështu. S'di që të thamë, rezultati mbaroi siç duhet Barës 2-2. Si që ka ju me këtë rezultat jeni në favor pasi që luni në teren të huaj. Të Lisiqonit të luajmë si misafir, në Lisiqon luajmë në fillim. Po tani se nuk kemi tereni. Ta që prisim ekipën Dinamo Mladi në Met. Me ta shohim nisën 2-3. Suksesin e lojtarit të jetë i mirë. Ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Zoti Bashkim, ju ishit një ndër sulmuesët në kësaj ndeshje që me të vërtet tentoni që të shënonin golin e 3. Krahasimin në mes të pjesës së parë të ndeshjes dhe pjesës së dytë, atëherë kur u shënuan 2 golat, pikërisht vendimtar për këtë lojë, them. Po, së pari më vjen shumë vështirë që rezultati përfundoi Baras 2-2, edhe pse patëm shumë raste si në pjesën e parë ashtu në pjesën e dytë, mirë po nuk mundem me shfrytëzu të gjitha. Në pjesën e dytë patëm shumë raste, po ashtu në lëndua dhe Shoku Baftir, i cili sulmi paka shumë u dobësua, edhe pastaj nga kartoni ku që marë mbrojtësi Lulzimi, edhe nuk mundem të arritëm të shënojmë një fitore. Mirë po thëmë shikuesve që pi jashtë që të sillim më së paku javën e kaluar me një pikë. Atëherë ju uroj suksesin të ardhshëm. Faleminderit, ashtu. Mehmeti nga fshati Dromisht i vogël. A ju pëlqen ndeshja? Ndeshja në përgjithësi ka qenë e mirë. Referët kanë qenë gati në ata gjithashtu. A mendoni se ishin referët të njanshëm?
s'ma merr mendja, më duket që ka qenë gjithë reali, po tash se ta kuptojnë populli atë se di vetë për shembull thonë. Ajo pëlqej atmosfera që ishte prezente këtu në stadiumin e Fshatit. Jemi kënaqë mjaft, jemi kënaqë. Çfarë mendimi keni për këtë ekip? Për bashkimin kom mendim të mirë, ne i uroj sukses, ama duhet pak më tepër të angazhohen në futbolistë. Më duket Me që siguri se ti konsolidoj radhat dhe në të ardhmen nuk do të mungojnë edhe sukses. po. Besoj. Ju falenderoj për Ska gjë, falenderit në ju, do të më. Unë pikës pari, po ndeshjen pikës pari desha të them se u uroj stadiumin e ri që është ndërtuar për bashkimin me merit nga aspekti se e patë edhe vetë se sa telespektator i përmbledhi sot të gjithë këta fshatrat e Këshillës. Sa i përket lojës, nëse ju intereson loja. Në pjesën mendoj pjesën e parë bashkimi luajti dhe pati ca prej shanseve që pati. Mendoj se nuk të gjitha ato mundimet që i bëri, nuk pati fat të avansoj. Pjesa e dytë e lojës ishte tipike nga aspekti se shihet edhe mirë se ky ekip nuk ka disiplinë. Disiplina i mungon. Të marrim vetëm shembullin e Lyzin Ballash. Nga aspekti se pa kur farë kuptoj hamendje, as nuk erdhi në kontakt me topin, e mori një karton të verdh dihet. Pastaj së dyti i ra lojtari tjetër dhe mori kartonin e dytë të verdh. Kuptohet se paguhen këta kartona. Në përgjithësi nuk mund lojtarët vetë duhet mundohen, edhe ka shihet se ka rezultatin kuptohet të përgjithshëm. Në përgjithësi duhet vetëm t'ju them se publika është e shkëlqyer, bashkimin e përcjell. Janë simpatizues vërtet, mirë, po duhet. Çfarë mendimi keni për lojat e ardhshme? Mendoj se në përgjithësi këtu shihet edhe se nuk kanë kondicion të mjaftueshëm ekipa e bashkimit. Duhet më tepër të bëjnë treningje, stërvitje, edhe të jenë më kompakt që shihet edhe. Apeli përgjithshëm për ekipin e bashkimit. Ekipa e bashkimit duhet më tepër të punojnë. Punë kur gjatë tjetër. Ky apel me siguri u dedikohet trajnerëve. Trajnerëve, kryetarit të klubit ta udhëhesh politikën e klubit sa më mirë. Për ekipin e Fenerbahçes. Ekipi e Fenerbahçes në përgjithësi mendoj se pati kështu sipas mendimit tem, them se duhet të marrë të 2 pikat nga shansat që i pati gjatë gjithë lojës. Unë ashtu e shoh. Rezultat i mirë për ju. Ky rezultat është i mirë për ne, sepse ne jemi tash në ligë që jemi fillestar, por bashkimi është klub i cili dihet ka një vit përvojë në këtë ligë dhe është për ne kjo shumë sukses të mirë, sepse lojtarët e jonë nuk janë edhe pak të përgatitur shumë, pak edhe për ne është me të vërtetë sukses. Megjithatë rezultati është mirë 2-2. Unë jam i kënaq prej publikut edhe prej studive, dhe ashtu ju uroj sukses në mateshëm klubit bashkimit, edhe po ashtu shumë ekipit tuaj. Po. Faleminderit.